Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim mulçi në furrë. Përbërësit janë një qep, një spec, krip, piper të kuq, rigon, piper të zi, vaj dhe mulçi. Në fillim kemi marrë një tas dhe edhe mulçit brenda që t'i përgatisim. Shtojmë kripën, shtojmë piperin, shtojmë piperin e kuq, rigon, vajin e ullirit. Tani i përzim të gjitha së bashku. Marr një tavë, kemi vënë një letër kuzhine dhe edhe mulçit brenda. Tani presim qepën që t'ja vëmë sipër. Kemi prerë qepën, i vëmë sipër hall. Dhe tani presim specin. Pasi kemi prerë specin, i vëmë njësoj si kemi vënë qepën. I rreshtojmë sipër. Pasi e kemi përgatitur, e fusim në furrë në 200 gradë. Të vëmë një fikim dhe i lëmë për disa minuta në furrë. Ndjen në furrë, e ndajmë në pjatë. Kjo është përfundimi të dashur miq, nëse u pëlqeu bëni subscribe, shikoni videot e radhës. Ju faleminderit.